Hafës, çka është Kurani në aspektin gjuhësor dhe terminologjinë fetare? Në aspektin gjuhësor, fjala Kur'an ka disa kuptime. Prej tyre do të thotë grumbullim, mbledhje. Dhe ky libër mushaf që e kemi në duart tona është quajtur Kur'an me këtë emër sepse grumbullon përmbledh ajetet dhe surët. Grumbullon ajetet dhe surët. Sa i përket në aspektin terminologjik, Kur'ani është fjale e Allahut e zbritur tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet melekut Gjibrilit alayhis salam, i shkruar në mushaf, fillon me surën Fatiha dhe mbaron me surën Nas, me leximin e tij bëjmë adhurim. Kjo është definicioni i Kur'anit në aspektin terminologjik. Këtë definicion na e dëshmon Allahu në librin e tij. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. S'ka dyshim se ky Kur'an është shpallje e Zotit të botrave. Dhe kjo neve na jep të kuptojmë rëndësinë, madhështinë e madhe që ka ky Kur'an. Ta respektojmë dhe ta nderojmë sepse është i shpallur nga vetë krijuesi e jo nga dikush tjetër. Nazala bihi ruhul amin, atë e zbriti shpirti i besueshëm. El Amin, kush është? Meleku Gjibril alayhis salam. Allahu e quajti El Amin, besnik. Përse? Për shkak besnikërisë së tij, i cili gjatë kësaj zbritje pra të Kur'anit ka qenë besnik duke mos paksu, duke mos shtu asgjë, duke e përcjell nën kujdes të madh. Ala qalbika litakuna min al-mundhirin, e zbritëm zemrën tënde Muhammed që të jesh nga ata që paralajmëron. Pra, ta paralajmëron umetin e tij, ta përgëzon umetin e tij, ta qorton umetin e tij, ta informon për ndalesat, për urdhërat e Allahut e kështu me radhë. Bilisanin arabiyyin mubin, e zbritin gjuhën e qartë arabe. Pra, gjuha arabe është gjuha më e pasur, më e mira e gjuhëve të botës. E zbritin në këtë gjuhë që të kuptohet më mirë nga populli në mes të cilëve u zgjedh. Imam Saadi në tefsirin, librin e tij të tefsir, komentimit të Kuranit, në lidhje me këtë definicion, këto ajete të definicionit të Kuranit, tregon një pjesë shumë madhështore, shumë të veçantë. Thot, mendohu në këto ajete se si Allahu në këtë libër mrekulli përmbledh shumë mirësi dhe veçori. Përmbledh mirësi dhe veçori të mëdha. Prej tyre thot, e para është libri më i mirë prej gjithë librave tjerë të shpallur. E dyta, e zbriti meleku më i mirë, Gjibrili alayhis salam. E treta, e zbriti njeriut më të mirë në faqen e dheut, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E katërta, e zbriti në gjuhën më të mirë, në gjuhën arabe. E pesta, ju la trashëgimi popullit më të mirë, muslimanëve. Dhe e gjashta, ju zbrit në pjesën më të mirë, më të pastër zemrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është pra sa i përket kuptimit të Kuranit në aspektin gjuhësor dhe terminologjik.